Nga dita e sotme në afërsitë të stadiumit të qytetit në Tetov, blegtorët kanë filluar me shitjen e baktive për kurban. Shitësit thonë se sot është dita e parë që kanë filluar me shitjen, ndërsa çmimi një deleje shkon nga 180 deri në 250 euro, ndërsa i dashi deri në 400 euro. Sipas shitësve, numri kopeve është ulur dukshëm dhe kjo vërehet edhe në tregun e improvizuar ku numri blegtorëve ishte shumë i vogël. Për herë, që shoh si që kanë konë, që ravet që shoni si vjeqja. Ka interesim blem? Interesim hiq, që s'ka njerës hiq. Hiq. Do për të shoma si vetë. Për sa mund e bleshin një kurban? Për në varet, për 200 euro, na i si në tërma në varet kurbani si ja. Mimet qëllën për 200 euro në 220, 30, 50, delja, du me thonë, kur që si hajoni marë, shkoj si mas kelashës. Ka interesim blem njëzë? Ka interesim. Po thë është 5 kemi qitë ka 1 euro ose di ma shumë s'ka, ama interesime ka bo. Ka interesim se pak janë gjatë janë pak shumë, a popli a i ma. Që to, a popli ma dhe që, sa gjatë ka për këtë të tovë gjatë. As pak. Ka dele, që nuk rujnë më dele? Ja, nuk rujnë, jo, nuk rujnë askush nuk rujnë, se këtë ku ashtu është rëni këto, rënia i ki. Shku në përendim kretë, në ku s'ka asë gjanë. Delera të trit nuk du unë si plak, për thotë të edhe dhe qarë. E ka të marë, matë gjallit që ashtu mas mije, gjemë të gjallit si du. Shitja sot është dita e parë që kina dalë këto. Shitja është e mirë, nuk janë edhe qatë çmimet e nalta sa që mendojnë njerëzit. Tash të tje të shofim si të shkojë e pazari, po për momentin nuk kena vazhdu qatë me shitje, po të shofim vazhdim. Sa janë çmimet e kurbanave? Po, për shembull delet janë më të vogla, 140 euro, 150 euro, deri 200 euro delet. Deshet janë prej 200 deri 300 euro. Jo qaq sa thunë njerëzit 400 euro, 500 euro, jo, nuk janë atë shumë sa ti frikin njerëzit mos blejnë kurban. Çmimi janë për momentin prej 400 deshet deri 200-250 në varet e molli krejtësa. Ka interesim? Ka interesim, se varet sa ka si cali gjepin. Për momentin ala herë tina. Sabah, të që dhe shumë, sa do kjo se lëvejza, jo. Ka rritë shumë në për vjetë? Ka rritë, më shumë. Ka rritë, se shdo gjonë ka ipe dhe dhënë ka nëpte. Ka munges? Ka munges, kanë zonë t'i pakojnë. S'kanë mësajt, një pakojnë. Tash, ripin në çmimet edhe gjoj tjera kanë i krejtë. Por blerësit janë me mendime të ndara. Disa thonë se nuk janë shtrenjtë, e disa thonë se çmimet janë të shtrenjta për këtë krizë ekonomike dhe për harxhime që kanë qytetarët çdo muaj. Nuk është shumë shtrenjtë. Sekunda i raun. Nuk është shtrenjtë se do të pak më shtrenjtë tjerë. Kurse mbam në madhin, shtrenjtë në bëhet. Në bëhet marrë në bëhet shtrenjtë. 500 euro, 600, 1000 në bëhet. 1000 në bëhet. Orta janë. Orta. Sekunda janë madhi, ashtë çmimet. Sekunda janë rrogat si çmimet? Ja, rrogat si janë, rrogat hyç. Rrogat hyç. Por kohën, gjykimi shtajnë, krejtë gjykimi shtajnë shtreqja. Shtreqja, kurbane. Po, e në këtë kanë hallin e vete, kanë e kemi parasysh, se gjithë gjanë shtetë edhe për ato. Po ne që duhet të bëjmë këtë traditën tonë për ne është shtrenjtë, nuk më lidhen harxhime si të dhe janë ekstreme, janë bërë shumë. Më thonë kushtet janë bërë qitatë, të thonë kritike, po e pa mund që më është t'i darin në qështë t'i ka është mundjes. Blegtoria në rajonin e Tetovës po përballet me njëra nga krizat më serioze të dekadave të fundit, e ndikuar drejt për drejt nga vala e emigrimit të të rinjve dhe mungesa e interesit për trashëguar zanatet tradicionale. Sipas vetë blegtorëve, numri i krerëve të baktive ka rënë në mënyrë drastike, pasi brezat e rinj po bregtisin fshatra, duke lënë vetëm të moshuarit kujdesen për kopet e pakta që kanë mbetur.